S'kemi marrë asnjë përgjigje, deri përveç atë 1.5 milion që ata kur për përgjigje nuk aja nuk mjafton as për shpenzime. Që ato janë për një për kontratër si për pasore, dhe më për mini deponia ilegale që janë ato, nëj parsh, nëj sen kurgjo, ato nuk e arrim shnet. As shpenzime tona nuk e arrim me atë kontratë. Kështu që ne nuk tërhiqmi 2.7 milion bërç që na i ka, ato të na i rimbursoj dhe ndalëm në punë më nerë, në dita e 5 e grevës. Kërkesat tona i kanë të qarta dhe ju besoj që i keni të qarta përmes emailave, ato nuk kanë ndryshu, ta nuk janë të marrë vesh edhe që kaq. Edhe sa keni me ndajt? Deri në plotësimin e kërkesës të fundit nga ana e komunës, na nuk tërhiqemi. Do qëndroni? Do të qëndrojmë. Sot realisht kemi hinë ditën e 5 grevës dhe sot nuk kena pas asnjë komunikim me komunën ose me njerëzit kompetent. Gjithashtu dua të potencoj, që që kena potencuar edhe më herët, që greva do të vazhdoj dhe nuk do të ndalëm asnjëherë derisa të arrijna qëllimet tona të cilat janë drejta, bazike. Kur që nuk po lypëm diçka lëmohesh për komunës për pas drejta tona dhe ato që na takojnë. Kërkesat tona realisht është veç janë publike dhe mediatike. Ndoshta e keni po, në takim janë akoma për çdo kërkesa, nuk kena gjetë ndonjë përkraje sinqert, po vetëm llafe, po kur kena dalë për takimi, kena dalë pas të marrëveshje. Do thotë greva ju do vazhdoj deri në përgjigje. Po, dhe durimi mundet me hub një ditë. Gjithmonë greva mundet të more dekalizu, por gjithmonë duke i ruajtur, domethënë pronën publike dhe shoqërore të cilë kjo pronë është e gjithëve. Dhe prap dua të shfrytëzoj rastin ta thirrë një lutje për zotrin Përparim Rama, kryetarin e komunës, që të bëjë një zgjidhje për neve punëtorëve të cilët ne tash prej datës 14 që nuk kemi të kryer shërbim, shkaku i derivatave dhe realisht na jemi pa punë. Ndryshe nuk është bankrotimi i kompanisë, kjo është sa dihet pa naf, nesër jetë pa rrog, domethënë atë nuk domethënë që më armë janë gjithë drynën, po do të më shpartallu punëtor. Edhe është problemi më i madh që 40% e punëtorëve nuk kanë kajamoj, nuk i merr kërkush në punë, se çfarë kanë lënë jetën e tyre.